Verën e kaluar, kongresmeni Joe Wilson ishte i përqendruar në zyrën e tij në Capitol Hill, ndërsa investitorë nga lindja e mesme shpalosnin planët për të zhvilluar prona bregdetare në Siri. Një port për anije turistike, një klub polo, një showroom për makina Bugatti, një fush golfi e nivelit botror. Por kishte një pengesë. Familja Kayat kishte nevojë për heqjen përfundimtare të sanksioneve ndaj Sirisë. Ndërtoni një kurs golfi kombëtar të markës Trump në Siri. Në të njëjtën kohë, vëllezërit e tij po negocionin një partneritet me Ivanka Trump dhe Jared Kushner për të financuar një rezort në Shqipëri. Diskutimet e biznesit që përfshin familjen e presidentit shpesh përzihen me vendime politike dhe negociata mes shteteve. Familja ka qenë e hapur për të vazhduar marrëdhëniet e biznesit në mbar botën. Megjithatë, Shtëpia e Bardhë deklaroi se nuk ishte në dijeni të projektit dhe hodhi poshtë çdo sugjerim për ndikim në politikën e jashtme. Ligjvënës nga të dyja partitë kishin mbështetur heqjen e sanksioneve për rindërtimin e Sirisë. Propozimi për fushën e golfi u bë pjesë e lobimit në Capitol Hill. Pak javë më vonë, ligji për heqjen e përhershme të sanksioneve u miratua dhe u nënshkrua me 18 dhjetor 2025. Ndërkohë, paratë e huaja vazhdojnë të derdhen në Siri. Në Shqipëri, projekti i Kushner dhe Ivanka Trump po avancon. Kayatët dhe Kushner kanë vendosur të bëhen partner në projekt.